Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Selamet, selavatet mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i dërgojmë, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata rrugën e të cilët e ndjekin dhe pasojnë. Të nderuar vëllezër musliman, vazhdojmë me jetë përshkrimin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam me figurën më të ndritshme të cilën e ka zgjedh Rabbul Alamini, Allahu subhanahu wa ta'ala në mesin e njerëzimit. Andaj edhe Allahu xhelle xhelaluhu kur fol për pejgamberin alayhi salam në Kur'an, ka shumë ajete të cilat Allahu xhelle xhelaluhu na ka treguar për vlerën e pejgamberit alayhi salam. Andaj çdo musliman duhet ta di historikun e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, duhet ta di vlerën e pejgamberit alayhi salam, nga se jemi të urnuar ta pasojmë, ta dojmë edhe ta ndjekmi rrugën e tij dhe hapat e tij, nga se Allahu xhelle xhelalu e dërgoi rahmeten lil alamin, e dërgoi rahmet mëshirë për gjithë njerëzimin. Sikur se thot Allahu: "Wa ma arsalnaka illa rahmeten lil alamin", dhe nuk të dërguam ty vetëm se rahmet, mëshirë për gjithë njerëzimin. Pastaj Allahu xhelle xhelalu tha: "Wa innaka la'ala khuluqin azim", me të vërtet ti je në një shkallë të lartë të moralit, në pjedestalin më të lartë të moralit. Gjithashtu Allahu xhelle xhelaluhu tha për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana", me të vërtet në të dërguarin tuaj është shembulli më i mirë për të pasuar. Është shembulli më i mirë për të pasuar. Gjithashtu Allahu xhelle xhelaluhu tha: "Wa rafa'naka dhikrak", dhe na e ngritëm emrin tënd. Andaj detyra çdo muslimanit është ta njeh sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta mësoj sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta ndjek udhëzimin e tij dhe të jetoj me udhëzimin e tij sallallahu alaihi wasallam. Kemi kemi mbri deri tek hijreti i Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam prej Mekkës deri në Medinë. Dhe kemi fol në pikat shkurta ngjarjet se si ka ndodhur hijreti pejgamberit alayhi salam. Andaj kisha pas dëshirë të ndalemi në pikat e shkurta për mësimet dhe dobit që i nxjerrmi rreth hijretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se çdo vendim i pejgamberit alayhi salam, çdo lëvizje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte me anë të shpalljes, ishte me mbikëqyrjen e Allahu xhelle xhelalu. Veç asaj, çdo vendim i pejgamberit alayhi salam është udhëzim edhe është mësim edhe për neve deri në ditën e gjykimit. Andaj fillimisht prej mësimeve që i marrëmi në hijretin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se çka detyroi pejgamberin alayhi salam që të dalë prej Mekkës për në Medinë. Çka detyroi pejgamberin sa të del prej një vendit më të dashur për të, për cilën pejgamberi alayhi salam tha, ju kthye drejt Mekkës dhe tha: "Me të vërtetë je vendi më i dashur për mua. Mirë, po sikur mos të më kishin nxjerr njerëzit, unë nuk do të dilsha nga Mekja. Se s'ka dyshim se vendi më i dashur i Allahut në tokë është Qabja, është Mekja. Mirë, po pejgamberi alayhis salam u detyrua ta lë Mekën, vendin më të dashur të tij." Nga kjo kuptojmë vëllezër të ndershëm se armiqësia apo ballafaqimi i të vërtetës me të pavërtetën ndodh gjithmonë, edhe ka ndodhur historikisht, që në momentin e krijimit të Ademit alayhis salam, që shejtani iblisi e armiqsoi Ademin alayhis salam, edhe u mundua ta lajthit Ademin alayhis salam, dhe u përbetua që ka me i lajthit pasuesit e tij deri në ditën e gjykimit. Andaj edhe pasuesit e iblisit, pasuesit e shejtanit, të cilët ishin mushrikët e Mekës, e shfaqën armiqësi ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj fillimisht çka bën propaganda kundër pejgamberit alaihi salam. Se ky është poet, se ky është gënjeshtar, se ky është magjistar dhe falltor e kutadiun. Po pasi që nuk arritën me propagandat e tyre ta ulin autoritetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, morën hapa tjerë. Hapi tjetër që e morën ata ishte ngujimi i pejgamberit, bojkoti që ja bën atij.
Megjithse nuk arritën që ta kujtonin plotësisht pejgamberin alayhis salam dhe nuk arritën që ti shmangnin njerëzit për rreth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata u munduan edhe bon komplote që ta mbysnin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj kurthet dhe komplotet që u munduan t'ja bojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, arriti derisa u munduan edhe ta vrisnin. Edhe përfundimisht u munduan që ta vrisnin mirë, por përfundimisht u detyrua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta lejë Mekken dhe të niset për në Medinë. Andaj edhe Allahu xhelle xhelaluhu thot: "Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk." A nuk e din ti ose kujtoat momentin kur ata bënin kurtha dhe komplote që çka? Që fillimisht të bojkotonin ty, e pastaj që të vrisnin ty, ama edhe të nxirrin nga vendi yt. Wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Edhe pse ata bëjnë kurtha, Allahu xhelle xhelaluhu ju kthen kurthat e tyre në mënyrën më të përsosur. Andaj edhe ata nuk arritën që ta arrin synimin e tyre që ta mbytin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kështu që edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mori ndërhapin më të mirë që ishte urdhri i Allahut të bëjë hijret nga Mekka për në Medinë. Andaj nga këtu kuptojmë se ballafaqimi të kotës më të vërtetën do të jetë gjithherë në i shfaqur deri në ditën e gjykimit. Edhe çdo kush që e pason rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të ballafaqohet me armiq të vërtetës. Do t'i ketë të njëjtat probleme me armiq të vërtetës. Do të bëhet propagandë kundra muslimanëve. Do të mundohen që muslimanë t'i burgosin. Edhe e kanë synuar gjithë këtë punë, gjithherë. Do të mundohen që muslimanë t'i vrasin, edhe shpeshherë e kanë arrit ndoshta këtë synim. Mirë, po kurrënjëherë nuk do të mund ta ulin e as ta nalin dritën e udhëzimit. Nga se kjo është rruga e gjithë pejgamberëve. Mirë, po nga kjo shka kuptojmë se ballafaqimi me të kotën do të jetë gjithmonë. Mos mundohet dikush të thotë se unë jam hin islam edhe do të rri rahat në këtë fe pa probleme, pa ballafaqim me të kotën ose me armiqtë e islamit. Veç asaj ata premtuan 100 deve për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ose për atë i cili e sjell kokën e pejgamberit alaihi salam edhe Abu Bekrit. 100 deve të kuqe ishin pasuri e madhe. Ishin pasuri e madhe që i vnun për atë i cili arrin ta zë pejgamberin alayhi salam. Edhe kjo është ajo çka edhe sot e kësaj dite e bajnë armiqtë e islamit, të cilët japin pasuri dhe pasuri derdhin për të bërë komplote dhe propaganda kundër islamit dhe muslimanëve. Pastaj, të nderuar vëllezër, prej mësimeve që i marrëmi e që është ndoshta prej pikave më të rëndësishme të këtij udhëtimi të pejgamberit alayhi salam, është marrja e shkaqeve të mundshme dhe të duara. Nëse kthehemi pak në kronologjinë e ngjarjeve para se pejgamberi sa del prej Mekës në Medinë. Prej mrekullive që i ka ndodhur pejgamberit sa kemi përmend, është edhe udhëtimi i Isras dhe Mirajit. Udhëtimi i Isras, natën që pejgamberi sa udhëtoi prej Mekës deri në Mesjidul Aqsa, që dihet edhe është unanimisht se pejgamberi alayhis salam ka udhëtuar me trupin e tij dhe shpirtin e tij, bashkë me burakin në përcjelljen e Xhibrilit alayhis salam prej Mekës në Mesjidul Aqsa, brenda një natës. Edhe këta ju dëshmoj pastaj mushrikëve, masi u kthy pejgamberi sallallahu në Mekë. Shtrohet pyetja, pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e bani një gjë të tillë ose nuk kërkojnë nga ana Allahut xhelle xhelaluhu që ta bart pejgamberin alayhis salam prej Mekës në Medinë. Pse nuk e bani? A kishte mujt Allahu mja realizu një mrekulli të tillë? Kishte mujt, sigurisht e bëri herën e parë. Mirë po, ky është një mësim se kjo rrugë, ky din dën sakrificë. Se kjo fe duhet me i marrë shkaqet. Edhe shkaqet dhe mbështetja në Allahun duhet jenë paralelisht njëra me tjetrën. Andaj edhe pejgamberi alayhis salam, edhe pse ishte i dërguar i Zotit, i mori të gjitha shkaqet e mundshme dhe të duhura për të realizuar udhëtimin e tij prej Mekës në Medinë. Dhe me një planifikim shumë strategjik, që ndoshta na shumë prej muslimanëve, kur dojna me kry një punë të madhe, nuk i marrim shkaqet e duhura. Apo më shumë mbështetemi në Allahun se në marrjen e shkaqeve. Jo, fillimisht Allahu thot
fa idha azamta fatawakkal ala Allah. I thot pejgamberi alayhis salam, kur ti merr një vendim, i merr shkaqet, mbështetju në Allahun. Ama nuk ban që ne ta kemi vetëm mbështetjen e Allahut pa marrë në shkaqes. Apo të kundërtën, ti marrmi shkaqet dhe ta lëmë mbështetjen e Allahut. Andaj, ky është një prej mësimeve që pejgamberi alayhis salam ja jep shokëve të tij dhe gjithë ummeti den kiamet, se krahas mbështetjes duhet mirën shkaqet. Andaj prej planifikimit dhe strategjisë që i bëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë hijretit e tij është se erdhi në shtëpinë e Ebu Bekrit në mesditë. Që në mesditë nuk ishte e natyrshme për banorët e Mekës të lëviznin, por shkak nxehtësisë së madhe. Doli prej shtëpisë tij, hyri i mbështjellur tek Ebu Bekri dhe e lajmëroi se jena urdhëruar për hijret. Edhe dini e kum përmend aty ngjarjen se Ebu Bekri është gëzuar shumë kur kanë dëgjuar që do të jetë shoqëruesi i pejgamberit alayhis salam. Për ata dhe Aisha radhiyallahu anha thot nuk kam pa një burr të kajp i gëzimit kur një herë në jetën time. Përveç thot e kam pa babën time Abu Bekrin atë ditë kur ka qajt për gëzimit që ka me shoqëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në këtë udhim. Edhe ky ishte një privilegj i madh që Allahu ja dha Abu Bekrit. Pastaj e njoftoi Abu Bekrin vetëm për udhimin dhe jo për detajet, në mënyrë që mos të përhapshin udhimi i pejgamberit në mesin e njerëzve, të jetë sekret mes tij dhe Ebu Bekrit. Pastaj dolen nga prapa shtëpisë natën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam doli natën bashkë me Ebu Bekrin nga prapa shtëpisë, jo nga ajo dera që ishte natyrshme me dal. Andaj kur muslimani merr vendime të mëdha dhe bën planifikime, duhet i hartoj ashtu siç është mas miri. Dhe jo hajtë se ju kum shtet Zotit edhe u kry. Pejgamberi alayhis salam i mori shkaqet në mënyrë më të përpikt. Edhe kur doli natën, shkuan kam deri te ku shpella Thaur, të cilën edhe pejgamberi alayhis salam u strehua. E shpella Thaur nuk është në rrugën për në Medinë. Nga se rruga për në Medinë, prej Mekës është rruga e perëndim. Domthon perëndim të Mekës është Medinë apo veri perëndim. Edhe ajo është rruga zyrtare që njihen nga Mekasit për me shku në Medinë. E pejgamberi alayhis salam krejt në anën e kundërt ose në jug perëndim shkoi me Ebu Bekrin dhe u strehua në shpellën e Thaur. Pastaj prej mësimeve që marrmi këtu në këtë ngjarje është se pejgamberi alayhis salam e zgjodhi personin e duhur në udhimin e tij. Andaj duhet ketë parasysh muslimani prej mësimeve që marrmi është që kur të merr vendime të mëdha, që dën me kry punë të mëdhaja, duhet me i zgjidh personat e duhur për atë punë. A nuk ishte njerëz që ishin më të fortë, më të guximshëm se Ebu Bekri, ndoshta ka pas plot, prej tyre edhe Hamza radhiyallahu anhu që ka qenë axha i pejgamberit alayhis salam. Mirë, po pse e zgjodhi Ebu Bekrin? Nga se Ebu Bekri kishte dëshmuar se është njeri besnik, është njeri sinqert, është njeri i zellshëm. Edhe pejgamberi alayhis salam e zgjodhi njërin më të duhur në udhimin e tij. Për ata edhe pejgamberi alayhis salam thot el mar'u ala dini khalili. Çdo njeri thot është në fenë e shokut të tij, andaj le të shikoj secili se kun po e shoqëron. Edhe pejgamberi alayhis salam e mori për shoqërim njërin më të duhur në mesin e sahabëve dhe ky është normal një privilegj i madh për Ebu Bekrin. Pastaj prej planifikimit dhe strategjisë që thash që pejgamberi alayhis salam i ka bën në mënyrë perfekte, është se kur doli prej shtëpisë e tij, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e la Aliun radhiyallahu në shtatin e tij. Do të përmendim më vonë se cila ka qenë edhe prej shkaqeve që e ka lënë Aliun në shtratin e tij. Dhe kur hyn mushrikët në shtëpinë e pejgamberit sallallahu tek shtrati i Resulullahit e gjetën kon Aliun. Edhe pse ishte në moshë i vogël, mirë po imani i tij, guximi i tij e bani që ai të ballafaqohet me armiqtë e Allahut. Edhe këta zgjodhi pejgamberi sa. Pastaj Abdullah djali i Abu Bekrit ishte ai i cili sillte lajmet prej Mekës deri tek shpella Thaur. Se çka flitej, çka bëhej bisedë, çka thurej për pejgamberin alayhis salam, çka propagandohej, cilat janë synimet e mushrikëve, edhe në mëngjes vinte i merrte lajmet, në mbrëmje dilte prapë ju sellte lajmet në Mekë. Edhe vinte në mëngjes para se me zbar dita, sikur se me qenë ai prezent në Mekë. Kurse Amr ibn Fuhaira ka qenë shërptori i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
me kopen e tij i mbulonte gjurmët e Abdullahut. Me kopen e tij, i cili i kulloste për afër shpellës, i mbulonte gjurmët e këmbëve të Abdullahut, i cili sillte lajmet. Njëtën kohë i ushqente me qumsht pejgamberin alayhis salam dhe Abu Bekrin. Kurse shërbëtori i tyre, Abdullah ibn Arqat, e kishte zgjedhur Abu Bekri që të jetë udhërrëfyes që t'ju tregoj rrugën për në Medinë. Edhe kjo është e rëndësishme, që nga njëherë për çështje të duara, për çështje të cilat nashta nuk kemna një ori. Na mundna me pas një ori për një lami, po jo në krejt lamit. Kështu që duhet mi gjithherë personat e duar për lamit e duar. Nëse dojmë me arrit të qëllimit edhe synimit. Pastaj Esmaja radiallahu anha, bashkë me Aishën, ishin ato të dyja të cilin e prakaditën ushqimin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe njëherë prej herave, në atë ushqimin që e përgatiste Esma, nuk ishte marrë me çka ta mbështjell, atë përlhuren, atë boshën, dhe e merr prej shokës së saj dhe ndan në dy pjesë, edhe lidh boshën për t'ia sjellë ushqimin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe e murri nofkën dhatun taqini, posedusja e dy shokave. Me këtë emër është njohur domethënë Esmaja radhiyallahu anha, për këtë moment, për shkak se e shfrytëzoi domethënë shokën e saj për ta lidh ushqimin që t'ia sjell pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka pa kuptojmë në këta emra? Apo kuptoni diçka, apo vreni diçka? Se gjithë këta emra janë nga familja e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Është komplet një familje janë angazhu që me ndihmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është rezultat i davetit thirrjes që Abu Bekri ka bën familjen e vet. Që është një mësim edhe për neve, që islamin, davetin që e bëjmë, jo vetëm ta bëjmë, ose islamin që e kemi, jo ta bartimi vetëm për veten tonë, po ato t'ju mësojmë edhe familjarëve tonë. Grave, fëmijëve, motrave, vëllezërve, në mënyrë që nesër ku ka nevojë që të angazhohet dikush në ndihmë për skajteje, t'jenë familja fillimisht. Andaj e shohim se komplet një familje ishin në shërbim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në këtë rast gjatë udhëtimit të pejgamberit alaihi salam për në Medinë. Jo veç kaq, mirë po pejgamberi s'ka dyshim se gjatë këtij udhëtimit e shoqëruan edhe mrekullit që Allahu xhelle xhelaluhu ja bëri pejgamberit alayhis salam. E prej mrekullive të cilat kanë ardhur disa rivajete që janë prej më të sakta unë me tha, se ka shumë transmetime që kanë ardhur se se mushrikët kur janë afruar afër shpellës kanë gjetë disa vezë, kanë pa disa plumba, ka prej tyre që janë të dobta në histori. Po prej tyre që janë më të sakta që kanë përmend dietarët është edhe marimanga në derën e shpellës. Që marimanga brenda një kohë gjatë duhet me bë atë rrjetën e saj. Mirë, po për një kohë shumë shkurt, normal që kishte një mrekulli nga ana Allahu për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, që kur mushrikët shkuan para derës së shpellës, hasën e marimang, që aludon se atu s'ka njerëz në atë vend. Andaj kjo është një prej mrekullive. Pastaj prej mrekullive që shoqëruan pejgamberin sallallahu alajhi wasallam gjatë këtij udhëtimi ishte edhe ballafaqimi me Suraka ibn Malik, një prej atyre mushrikëve i cili e ndjeki pejgamberin sallallahu alajhi wasallam nga pas me kalin e tij që ta merrte çmimin 100 deve kur e ndëgjoi prej mushrikëve dhe ju vërsul pejgamberit alayhis salam dhe Abu Bekrit. Mirë, po edhe pse ishte toka shumë e thatë, sa herë që afroi Suraka, kali i tij sharrante në shkretëzir. E pastaj prap ngritej dhe vazhdonte prap sharrante derisa e kuptoi Suraka se kjo është mrekulli nga ana Allahu subhanahu wa taala. Dhe kërkoi nga pejgamberi alayhis salam që t'i jepte siguri që të kthehen në Mekë. Edhe pse Suraka ishte deri në atë moment armik i pejgamberit alayhis salam, kur u kthye në Mekë, i mohoi gjithë ato që kishte pa dhe që kishte ndëgjuar. Dhe i çorientoi domethënë mushrikët që mos ta kërkojnë pejgamberin alayhis salam në atë rrugë, mirë po të kërkonin rrugë tjera. Edhe kjo më të vërtetë se është një prej mrekullive që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahu xhelle xhelalu ja zbriti. Gjithashtu prej mrekullive që pejgamberi alayhis salam hazi gjatë rrugës është edhe takimi me Ma'bad, e cila ishte një grua e që pastaj e përshkroi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në formën më të bukur
që transmetohet rreth përshkrimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo delja e semur dhe shterp që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nxori qumsht prej saj dhe ushqei Ebu Bekrin dhe gjithë familjen e kësaj nane, e që kjo është një mrekulli nga ana e Allahut për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej mësimeve që marrmi gjatë këtij udhëtimi të pejgamberit alayhis salam është edhe Abdullah ibn Arqat, që e përmena, ka qenë mushrik, mirë po ka qenë i njohur për rrugët dhe luginat e Mekkës. Andaj pejgamberi sa kërkoi ndihmë edhe prej një besimtari për në momentet caktuara, në momentet e duara. Që do të thotë që në momentet kur nuk gjinet një musliman për një çështje të caktuar që i duhet muslimanëve, lejohet kërkimi i ndihmës. Mirë po jo në çështje fetare, kuptohet, por në çështje materiale, por në çështjen e kësaj dunjas. Sikur se shpesh herë ndodh ndoshta ne ose muslimani nuk mund ta gjejë një besimtar ose një doktor për filën smundje, lejohet kërkoj ndihmë edhe prej një doktori i cili është jo besimtar. Mirë po që është i besueshëm dhe i sinqert në detyrën e tij. Andaj edhe Abdullah ibn Arqat, i cili ishte mushrik, mirë po ishte njëri besnik dhe i priu pejgamberit alayhis salam dhe Abu Bekrit me devet për rrugën gjatë të cilës e përshkuan për në Medinë. Pastaj gjithashtu të nderuar vëllezër, prej mësimeve që nxjerrimi në hijretin e pejgamberit alayhis salam, e përmendëm edhe rolin e gruas në Islam, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ja mohoi ndihmën e Esmas në këtë rast që e bëri pe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe jo ajo çka neve sot propagandohet kundër Islamit, se muslimanët e nënçmojnë gruas nuk i japin pozitë të duhur, se gruaja nuk ka vlerë në Islam. Përkundrazi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ndihmua me Esman dhe Aishën radhiyallahu anha në këtë rast, dhe ja u besoi këtë detyrë të tyre dy grave. Veç asaj transmetohet, sikurse e ka përmend Ibn Hishami në sirën e tij, se Esmaja radhiyallahu anha i ruajti sekretet e pejgamberit alayhis salam dhe Abu Bekrit. Nga se mushrikët kur ndëgjuan se pejgamberi alayhis salam ka dalë prej Mekkës, edhe nuk e gjetën në shtëpinë e tij, ku ju shkoi mendja se mund të jetë pejgamberi sa? Vetëm se në shtëpinë e Abu Bekrit. Dhe kur shkuan bashk me krye e Abu Jehlin dhe trokitën në shtëpinë e Abu Bekrit, doli Esma radhiyallahu anha. Dhe kur e pyeti për Abu Bekrin, ai tha se nuk e di se ku është babajem. Atëherë thuhet se Abu Jehli e ka goditur Esman radhiyallahu anha sa që ja ka shkul vathin e saj prej veshit. Megjithatë Esmaja e ka mbajt sekretin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj nga kjo kuptojmë se roli i gruas në Islam është shumë i madh. Edhe shumë gra muslimane ndoshta kanë bërë punë të mëdha, edhe bojnë punë të mëdha se sa shumë burra. Dhe jo sikurse thash propagandohet sot se muslimanët e nënçmojnë gruan dhe nuk ja japin hakun se si duhet. Pastaj gjithashtu prej mësimeve dhe dobive që nxjerrmi është edhe rëndësia e të shpenzuarit në rrugën e Allahut. A dini se Abu Bekri radhiyallahu anhu në udhëtimin me pejgamberin alayhis salam gjatë Mekkës për në Medinë, shpenzoi dhe mori me vete gjithë pasurinë që e kishte në shtëpi. Ka se ky din nuk ndihmohet vetëm me fisabilillah, të nderuar vëllezër. Duhet me shpenzu për me ndihmu dinin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj Ebu Kuhafja, i cili ishte baba e Abu Bekrit, kur u kthye në shtëpi dhe ndëgjoi se s'është Abu Bekri aty, ai e kuptoi se Abu Bekri është njeri shumë dordhënës. Ai e dinte se Abu Bekri i lën familjen keq, a pejgamberit alayhis salam nuk e lën keq. Edhe e pyeti Esman, a ka lënë diçka Abu Bekri në shtëpi? Ishte njeri i verbër. Esma radhiyallahu anha e mor Ebu Kuhafen edhe vendosi të një thes i cilin to kishte gur. Edhe ajo e preki, duke menduar, duke aluduar se ka lënë prej pasurisë. Edhe ai me një aspekt u rahatu. Mirë po në fakt Abu Bekri s'kishte lënë kurrë në familjen e tij. Vetëm që ta ndihmonte pejgamberin alayhis salam në udhëtimin e tij për në Medinë. Pastaj të nderuar vëllezër, prej mësimeve që marrëm gjithashtu në udhëtimin dhe në hijretin e pejgamberit alayhis salam është ruajtja e amaneteve. Që muslimani e ka obligim të ruaj atë që ka i besohet atij prej amaneteve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dini se ishte njëri besueshëm në mesin e njerëzve. Edhe u quajt El Emin, njëri besnik.
Edhe shumë njerëz lenin amanete pejgamberit alayhis salam që t'i ruante ato dhe të kujdesej për to. Edhe pas shpalljes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prap mushrikët e dinin se ajo është njeri besueshëm, edhe njeri besnik. Mirë, po çka i pengonte? Pejgamberi alayhis salam ju pengonte thirrja e tij, misioni i tij. Për ata Allahu xhelle xhelaluhu çka thot? Fa innahum la yukadhibunak. Ata ty nuk të përgënjeshtrojnë. Walakinna adh-dhalimin, mirë po zullumçarët bi ayati llahi yajhadun. Ata i mohojnë ajetet e Allahut, argumentet e Allahut. Ata nuk dojnë me ndëgju thjesht për Kur'anin dhe thirrjen tonë, për misionin ton. Qase ata dinë se ti njeri besueshëm, ti njeri sinqert, ti njeri besnik. Andaj edhe njëra prej shkaqeve që kanë përmend dietarët e sirrës se pejgamberi sa me ka lënë Aliun radhiyallahu anhu në shtratin e tij, në shtëpinë e tij, është me i kthy amanetet të cilët ishin prezent në shtëpinë e pejgamberit alayhis salam. Me u kthy amanetet të cilët ata njerëz i kishin lënë në shtëpinë e pejgamberit alayhis salam. Andaj pejgamberi sa edhe në momentet më të vështira nuk harroi që t'i ruaj dhe t'ju kthej amanetet e njerëzve dhe hakun e njerëzve. Andaj edhe muslimani duhet jetë për atyre njerëzve që kur ta bart amanetin, ta jep hakun atij amaneti dhe t'ja kthej njerëzve të cilët e kanë hak dhe duhet jetë besnik në ruajtjen e amaneteve të tyre. Pastaj për mësimeve më të rëndësishme që e marrmi gjithashtu në këtë udhtim të pejgamberit alayhis salam, hijreti Resulullah sallallahu alaihi wasallam është edhe mbështetja në Allahun. Thash fillimisht pejgamberi alayhis salam pasi që i mori shkaqet e mundshme dhe të duhura, nuk e la anësh mbështetjen e Allahut subhanahu wa taala. Andaj siç transmetohet në sira dhe në hadithe të vërteta se kur mushrikët e rrethuan shpellën e Thawr në të cilën ishte Ebu Bekri, pejgamberi sa dhe Ebu Bekri i verejti këmbët e mushrikëve për rreth shpellës. Dhe shka i tha pejgamberi sa, tha o i dërguari i Allahut, thot vallahi sikur ata vetëm ta ulin kokën e tyre të këmbët e tyre kanë me na vrejt. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ktheu me bindje, me tawakkul, me mbështetjen më të madhe në Allahun. I tha ja Abu Bakr, ma dhannuka bi ithnaini Allahu thalithuhuma. Çka mendon ti për dy veta që Allahu është i treti me ta? Pastaj Allahu xhelle xhelaluhu e pohoi këtë fjalë të pejgamberit alayhis salam në Kur'an kur tha thani ithnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Kur ata të dy ishin në shpellë, kur i tha shokut të vet, që aludon Ebu Bekrin, e që kjo është edhe një privilegj i madh për Ebu Bekrin që Allahu e ka përmend në Kur'an, kur i tha shokut të tij mos u mërzit, mos u brengos, Allahu xhelle xhelaluhu është me ne. Dhe atëherë u qetësua Ebu Bekri dhe zemra e Ebu Bekrit. Andaj muslimani, besimtari, pasi që ti merr shkaqet, asnjëherë nuk duhet ta lej mbështetjen e Allahut, ndase kjo është e rëndësishme në jetën e tij edhe në vendimin e tij në çdo aspekt, domethënë të jetës. Gjithashtu prej gjërave të cilat i shohimi nëse lexojmë hijretin e pejgamberit alayhis salam është se pejgamberi alayhis salam gjatë këtij udhimi nuk e harroi edhe synimin e tij final. Cili është synimi final i pejgamberit alayhis salam? Prezantimi i shpalljes tek njerëzit, thirrja e njerëzve në fe. E njëri prej atyre të cilët e ka pranuar Islamin gjatë hijretit pejgamberit alayhis salam është edhe Buraid al-Aslami, bashkë me një pjesë të familjes së tij, që pejgamberi alayhis salam e takoi gjatë udhimit për në Medinë. E takoi në rrugë karvan me njerëz, u takua me ta sikur se një udhëtar e pastaj ju prezantoi Islamin. Edhe ky Buraid al-Aslami ka qenë pastaj shkaktar që ta pranojnë i gjithë fisi i tij Islamin. Andaj të nderuar vëllezër, përgjegjësia e bartës këtij dinit edhe thirrja në këtë fe nuk është përgjegjësi vetëm ndoshta e hoxhallarëve. Mirë po është e çdo njerit prej muslimanëve i cili ka mësuar diçka prej dinit të Allahut. Edhe në momentet më të vështira pejgamberi alayhis salam e realizoi misionin e tij, e që ishte thirrja në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo ishte më dashur për pejgamberin alayhis salam. Se sa mi thonë, na jena nxar, jenë duke u për në Medinë, mos tako me kërkon se mos po na zbulon qëllimet tona, dojmë hec rrugës tonë, dojmë pas punë me njerëz, jo. Pejgamberi alayhis salam edhe në momentet më të vështira e realizoi thirrjen e tij në rrugën e Allahut subhanahu wa taala.
Pastaj të nderuar vëllezër, gjithashtu prej mësimeve ndoshta që marrimi në këtë rrugtim të pejgamberit alayhis salam, e që u detyrua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me lan Mekken, i cili ishte vendi më i dashur për pejgamberin alayhis salam dhe për gjithë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kuptojmë se kush e lën një punë për hatër të Allahut, Allahu do t'ja zëvendësoj atë me një më të mirë. Andaj pejgamberi sa edhe pse la Mekken, i cili ishte vendi më i dashur, Allahu ja zëvendësoi me njerëz të cilët e ndihmuan pejgamberin alayhis salam. Me njerëz të cilët e ndihmuan dinën e Allahut subhanahu wa taala, të cilët ishin ansarët. Pastaj Allahu xhalla xhala e begatoi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam pasi që pejgamberi u lut që edhe Medinja të bëhet vend i shenjtë, që të bëhet haram, sikur se ishte Mekka. Andaj e la për hatër të Allahut, për ta ruajtur fen, mirë po Allahu ja dha edhe një gjë edhe më të mirë. Edhe këtu pastaj pejgamberi edhe i vendosi themelet e shtetit islam. Andaj kjo është një prej mësimeve që duhet ta kuptojmë çdo musliman, se nëse e lën një mëkat për hatër të Allahut, dije se Allahu të zëvendësoj me një vepër më të mirë se sa ajo të cilën ti e ke lënë. Edhe kjo është premtim i Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu po munduam i përmend disa prej pika më të rëndësishme, nga se në mësimin në rrugtimin e pejgamberit alayhis salam ka shumë mësime. E prej tyre është edhe pejgamberi sa pasi që u debua prej Mekës për në Medinë. A nuk ishte privilegj i madh për banorët e Mekës? A nuk ishte privilegj i madh për banorët e Mekës që e kishin prani pejgamberin alayhis salam? I shihnin shpalljen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i shihnin mrekullitë e pejgamberit alayhis salam. Mirë, po pse Allahu ja mori këtë mirësi? Edhe ala Mekën pejgamberin bashkë me shokët e shkojnë në Medinë. Nga se nuk ishin falënderues për këtë mirësi. Andaj çdo njeri i cili nuk është falënderues ndaj begative që Allahu ja ka dhënë, dije se Allahu subhanahu wa taala një ditë ka m'ia marr, edhe ka m'ia dhënë dikujt tjetër. Sikurse i sheh shumë fatkeqësi shumë shqiptar, babë babgjysh i ka musliman, e mohon identitetin e tij fetar. Nuk e don islamin. Edhe çka? Ai aty në kontinentin më të largët, ai amerikani, ai gjermani, ai anglezi, e pranon islamin dhe krenohet me fenë islame. Çka do të thotë kjo? Se kur nuk je falënderues ndaj begatisë që ta ka dhëruar Allahu, ka më ta marrë Allahu ty, ka më dhënë dikujt tjetër. Andaj edhe imani është prej begative më të mëdha që duhet ta ruajmë, edhe duhet jemi falënderues ndaj Allahut xhelle xhelaluhu. Gjithashtu të nderuar vëllezër, hijreti është rruga e gjithë pejgamberëve. Përzërja, maltretimi, ndoshta edhe tetimvrasja është një përjetim që e kanë përjetuar gjithë pejgamberët. Që ka Nuhi alayhi salam deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A nuk ishte Nuhi alayhi salam i cili detyrua ta la vendin e tij? A nuk ishte Ibrahimi alayhi salam i cili u detyrua ta la vendin e tij? E pastaj tentuan t'i vrasin edhe pejgamberët, sikurse ishte edhe Isa alayhi salam. Njëjta gjë i ndodhi edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe njëjta gjë i ndodh ndoshta çdo thirrësit që thirr në udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është rruga suneti i Allahut në tokë për ata të cilët thirrin në këtë fe. Edhe këtë gjë ja përmeni Waraqat ibn Nawfal, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim të shpalljes. Kur pejgamberi u kthye prej shpellës Hira, edhe njoftoi Hatixhen me atë që kishte parë dhe kishte ndëgjuar, tha eja me mua dhe të shkojmë te Waraka. Waraka ishte një njeri i shtyrë në mosh, mirë po që kishte njohuri për Teuratin dhe Injilin. Kur e ndëgjoi rrëfimin e pejgamberit alayhis salam, çka i tha? Tha ky është në Musi, ky është Xhibrili që i ka ardhur edhe Musës alayhis salam, edhe Isës alayhis salam. Edhe i tha, sikur t'ishta i ri, edhe njëherë kisha me të ndihmu edhe me qenë pranteje, atë ditë ku të nxjerrin populli yt nga vendi yt. Pejgamberi sa më duket diçka absurde. Që ky popull që po më thonë mu besnik, edhe i sinqert, e i devotshëm, e i sigurt, e njëri më i mirë, që këta kanë më nxjerr mu prej vendit tim? Atë në Waraka i tha, nuk ka ardhur dikush me ata me të cilën i ardhi vetëm se është përzan, është maltretu, është largu prej vendit e tij. Andaj edhe kjo i ndodhi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj vëllezër të ndershëm, çdo musliman duhet ta ketë në mendjen e tij se kur je në rrugën e pejgamberit alayhis salam, kemi u ballafaqu me situata të tilla, kemi u ballafaqu ndoshta edhe me burg, kemi u ballafaqu ndoshta edhe me të përzan prej shtëpisë tonë për shkak të udhëzimit ton, e që ka ndodhur shumë muslimanëve, e kemi u ballafaqu ndoshta edhe me tentimvrasje ku ta diunë. Kjo është rruga të cilën e kanë ndjek pejgamberët edhe e ndjek edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.
Këto ishin disa prej mësimeve që i nxjerrmi nga udhëtimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nga Mekja për në Medinë, e që dhe shumë mësime ka në këtë rrugtim, e prej tyre është se pejgamberi alayhis salam Allahu ja mundësoi pas këtij udhëtimi që t'i vë themelet e shtetit islam në Medinë. Edhe nga kjo kuptoj të nderuar vëllezër se Islami nuk është vetëm brenda 4 mureve të xhamisë. Qysh pa dojnë edhe po na shesin mend neve ata të cilët janë jo musliman. Duke menduar se na duhet ta prezantojmë Islamin vetëm brenda xhamisë. A më ku dalim prej xhamisë më bën sekularist. Ku dalim prej xhamisë na mi pasu tekët edhe epshet e tyre dhe dëshirat e tyre. As mos më fol që alkooli është haram, as bigjozi është mos më thonë se është haram, as krediti ose ku ta diun ribaja është haram, a mos ti mbaje fen, moje vetëm në xhami. E pejgamberi alayhis salam i vuri themelet e shtetit islam, që do të thotë se Islami është përtej xhamisë. Islami është në shtëpi, Islami është në rrugë, Islami është në treg, Islami është në dyqan, Islami është në çdo moment, çdo sferë të jetës. Andaj edhe kjo është njëra nga prej mësimeve që nxjerrim prej shumë mësimeve të udhëtimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej Mekës në Medinë. Këto ishin disa prej pikave apo dobive që mund na nxjerr apo që i kanë përmend dietarët në sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun xhelle xhelalut na bëj për atyre të cilët punojmë me atë që mësojmë dhe e ndëgjojmë, dhe lutim Allahun xhelle xhelaluhu që të na bëjë mirësitë e tij në këtë dunjë dhe në ahiret. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.